Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski ka njoftuar se ndaj 34 personave fizike dhe 3 personave juridik janë parashtruar kallëzime penale për vepra penale, vepra të rënda kundër sigurisë publike, në lidhje me shkaktimin e rrezikut publik, ku një person është akuzuar edhe për pranim të rishfetit. Megjithatë, ai tha se kjo tragjedi kërkon dhe duhet mobilizimi të gjitha institucioneve. Ministria e Brendshme aktivizoi menjëherë gjitha kapacitetet. Nga sigurimi i vendit të tragjedisë, evakuimi dhe rikuperimi i plagosurve, rregullimi i trafikut deri te mbështetja logjistike për transportin dhe trajnimin e tyre brenda dhe jashtë vendit. Mbi 250 persona u transportuan shpejt dhe sigurt në spitalet anëmban vendit dhe mbi 100 persona në pikat kufitare. Toshkovski tha se policia në bashkëpunim me prokurorinë do të hetojë çdo detaj lidhur me tragjedinë e Koçanit dhe të gjithë ata që kanë lidhje direkte apo indirekte me ngjarjen do të mbajnë përgjegjësi. Dëshiroj të asiguroj opinionin se çdo detaj në lidhje me ngjarjen penalo-juridike është detyrë e prokurorisë publike në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme që ta përcaktojnë dhe ta procedojnë në mënyrë adekuate. Ne këtë do ta bëjmë, mirë po, duhet të respektojmë procesin e drejtësisë dhe hetimin duhet ta kryejmë rrënjësisht. Në lidhje me atë se nëse hetimi mund të zgjerohet për të përfshirë më shumë persona, Toshkovski u përgjigj se numri absolutisht do të zgjerohet nëse ka dëshmi edhe për persona të tjerë të përfshirë.